Tema që do të marrim sot janë bashkëtingëlloret KPT dhe foljet e grupit të parë koha e tashme. Në gjuhën finlandeze ekziston rregulli i bashkëtingëllorëve të forta, të cilat kthehen në të dobta pasi fjalëve i shtohen mbaresat, si për shembull sa, sta, la, lta e tjerë. Bashkëtingëlloret quhen të forta vahva ose heiko e dobët. Nëse, për shembull, në një fjalë ose në një folje kemi të dyja bashkëtingëlloret KK, atëherë pasi neve t'i shtojmë mbaresat, vetë fjala do ta marrë bashkëtingëlloren e dobët. E njëjta gjë ndodh edhe për foljet. Që do të thotë, nga dy k që përmban, do të kthehet në një k, bashkë me mbaresën që merr. E njëjta gjë vlen edhe për bashkëtingëlloret e tjera. PP do të kthehet në p, TT kthehet në t, k-ja nuk kthehet, nuk merr asgjë, bie poshtë në një fjalë dhe mbetet zanoria ose bashkëtingëllora që vjen pas k-s. Kemi p-n, nëse një fjalë ndodhet veç bashkëtingëllorja p, atëherë pasi shtojmë mbaresën, në fjalë p-ja do të kthehet v. T-ja kthehet në d, në k kthehet në ng, mp kthehet në mm, në t kthehet në nn, lt kthehet në l, rt kthehet në r. Le të marrim shembullin e foljes lukea. Lexoj. Po të shikojmë dhe të vërejmë me kujdes, këtu brenda kësaj foljeje ndodhet bashkëtingëllorja k, e cila, sipas rregullit që ekziston në lidhje me bashkëtingëlloret KPT, k-ja, kur ndodhet një fjalë, pasi ajo fjalë merr mbaresa, atëherë k-ja zhduket dhe bie poshtë. Le të shikojmë zgjedhimin e foljes lukea. Për vetën e parë kemi mina luen, unë lexoj. K-ja ka rënë poshtë dhe është shtuar mbaresa që vjen për zgjedhimin e foljeve në kohën e tashme në. Mina luen. Sina luet. Ti lexon. E njëjta gjë vlen edhe për vetën e dytë njëjës. Ti lexon. Pra k-ja bie poshtë dhe kthehet në bashkëtingëllore të dobët. Dhe kemi veç lue edhe tën që vjen si mbaresë, si pasojë e mbaresës për kohën e tashme. Po të shikojmë me kujdes në foljet e grupit të parë në kohën e tashme, për vetën e tretë njëjës dhe vetën e tretë shumës, bashkëtingëllorja e fortë nuk ndryshon. Pra, që do të thotë? Veç për vetën e parë të dytë njëjës dhe vetën e parë të dytë shumës, neve do të kemi ndryshim të KPT-s që do të thotë në rastin konkret, k-ja do të shkoj dhe do të hiqet, pra bie poshtë. Por, në vetën e tretë njëjës dhe vetën e tretë shumës, k-ja mbetet. Dhe kjo vlen për të gjitha foljet e grupit të parë. Pra, mbetet bashkëtingëllore e fortë në rastin konkret k-ja për vetën e tretë njëjës dhe vetën e tretë shumës. Dhe ndryshon dhe mbetet e dobët për vetën e parë dhe të dytë njëjës dhe vetën e parë dhe të dytë shumës. Le të shikojmë me radhë. Në vetën e parë shumës kemi me luem. Pra, përsëri ndodh ndryshimi KPT. Në rastin konkret, k-ja bie poshtë dhe mbetet luem. Me është mbaresa për vetën e parë të shumësit në zgjedhimin e kohës së tashme, për grupin e parë të foljeve. Te luet, përsëri k-ja ka rënë poshtë dhe është bashkangjitur dhe mbaresa te
që është për veten e dytë shumës. He lukevat, si që thamë edhe më përpara, për veten e tretë njëjës edhe veten e tretë shumës, betet e pandryshuar bashkëtingëllorja k. Pra është e fortë dhe nuk bëhet hejko, nuk bëhet e dobët. I njëjti shembull vlen edhe për foljet e tjera të grupit të parë. Le të shikojmë radhë. Marrim foljen ymerta. Kuptoj. Në këtë rast, bashkëtingëllore që përdoren janë r dhe t, sepse ato ndodhen brenda fjalës. Shikojmë në tabelën që kemi se rt-ja, nëse bëhet bashkëtingëllore e dobët, atëherë do të kthehet në r, pasi të shtojmë mbaresat, pra pasi të zgjedhohet folja. Le ta shikojmë radhë. Atëherë, mina ymmeran. Pra, rt-ja nuk ekziston më dhe kthehet në r. Ymmeran. Mbaresa që merr për veten e parë njerëz është n. Sinna ymmeret. Ti kupton. Përsëri i njëjti rregull, pra rt-ja është kthyer në r dhe sina ymmeret. Mbaresa që merret për veten e dytë njëjës, kur zgjedhohet folja, është t. Han ymerta. Ai kupton. Në këtë rast, kemi bashkëtingëlloret rt beten të pandryshuara, pra njëjtë siç e pamë dhe më përpara tek folja lukea. Me ymmerame. Ne kuptojmë. Përsëri, rt-ja është kthyer në r. Te ymmerate. Rt-ja kthehet në r dhe shtohen prapa shtesat. He ymmertavat. Në këtë rast qëndron njëjtë siç është folja bazë para se të zgjedhohet. Pra, rt-ja mbetet e pandryshuar. Mbaresat që merren kur ne zgjedhojmë në kohën e tashme janë n, t, n. Për grupin e parë, në veten e tretë njëjës, gjithmonë do të shtohet zanorja, pra do të mbetet, nëse në rastin konkret të kemi ymerta, dhe në veten e tretë përsëri do të kemi dy a. Hen ymerta. Kaloj me veten e parë shumës, mbaresa gjatë zgjedhimit është me. Në veten e dytë shumës, mbaresa gjatë zgjedhimit është te, dhe për veten e tretë shumës, mbaresa gjatë zgjedhimit është vat. Pra mos harroni përveç rregullit KPT, duhet që gjithmonë për grupin e parë të shtojmë edhe një zanore për veten e tretë njëjës. Ndërkohë mbaresat për veten e parë të dytë njëjës dhe veten e parë të dytë të tretë shumës nuk ndryshojnë. Pra mbeten në, të, me, te dhe vat. Në bazë të rregullit që kemi a ose a, pra në bazë të rregullit të zanoreve. Marrim folje tjetër, një shembull të ri. Marrim foljen opja, mësoj. Në këtë rast shohim që brenda foljes opja kemi 2p, edhe rregulli që do të vendoset gjatë zgjedhimit, pra 2p-ja do të kthehet në 1p. Për veten e parë dhe të dytë njëjës dhe veten e parë të dytë shumës, gjatë që zgjedhimit gjithmonë. Shohim minna opin. Sinna opit. Veta e tretë mbetet e njëjtë, nuk ndryshon. Pra, në këtë rast e kemi bashkëtingëllore në fort, vah. Pra han opi. Dhe shtojmë dhe një zanore tjetër. Pas saj, pas is, pra 2i, pra merret zanorja njëjtë siç e ka përfundimin folja. Pra kur marrim zgjedhojmë foljet e grupit të parë, në rastin konkret kemi foljen opja, an e heqem dhe i shtojmë të gjitha mbaresat që marrin foljet gjatë zgjedhimit në kohën e tashme. Dhe në rastin e tretë, për këtë grup, neve do të shtojmë edhe një i tjetër. Bashkëtingëllorja PP mbetet e pandryshuar për veten e tretë njëjës, siç e tham.
Me opime, përsëri kemi ndryshimin nga vahva në heiko. Te opite dhe he oppivat. Ato mësojnë. Folja tjetër që marrim në shqyrtim është folja tjeta. Di. Në këtë rast shohim që kemi bashkëtingëllorën të, që gjatë zgjedhimit do të kthehet në d për veten e parë njëjës, dhe veten e dytë njëjës, dhe veten e parë shumës dhe veten e dytë shumës. Dhe të fillojmë zgjedhimin. Ina tjedan. Sina tjedet. Në veten e tretë nuk ndryshon, është njëjtë që kemi foljen bazë. Pra, dhe i shtojmë veç një zanore siç është. Në rastin konkret kemi a, atëherë do të shtojmë 2a. Tjeta. Han tjeta. Bashkëtingëllorja të mbetet e pandryshuar. Me tjedame. Veta e parë shumës. Ne kuptojmë. Te tjedate. Ju kuptoni. Dhe veta e tretë, që është i njëjti rregull si veta e tretë njëjës, tjetavat. Pra, tëja mbetet e pandryshuar. Dhe shembulli i fundit, kemi foljen rakenta. Ndërtoj. Brenda foljes rakenta, neve kemi bashkëtingëlloret në dhe të, që gjatë zgjedhimit do të kthehet në 2n, për veten e parë dhe të dytë njëjës, dhe veten e parë dhe të dytë shumës. Dhe të fillojmë. Mina rakenan. Sina rakenat. Han rakenta. Pra, mbetet i pandryshuar. Ai ndërton. Unë ndërtoj, ti ndërton, ai ndërton. Pra veç shtojmë dy zanoret dhe bashkëtingëlloren në të e lejmë të pandryshuar. Me rakename. Te rakenate. Dhe he rakentavat. Që nuk ndryshon, sepse është veta e tretë shumës.